Afera më e bujshme që i dhemb më shumë Edi Ramës nuk është ajo e tunelit të Llogaras me Erdoganin, as ajo e tenderëve publik. Ngjarja për të cilën Edi Rama nuk ka nxjerrë asnjë fjalë është rasti i çuditshëm i Ergjys Agasit, ku SPAK ka arritur të zotërojë një thesar të madh të dhënash, ku përfshihen përgjimet e Agasit me një pjesë të madhe të bashkëbiseduesve të tij. Pikërisht kjo aferë që është në duart e SPAK është më shumë se eksplozive, pasi jo vetëm që pasqyron lidhjet e baronëve të botës së krimit me struktura të larta të qeverisë, por tregon edhe një situatë dramatike të përfshirjes së strukturave të sigurisë së vendit, duke nisur nga policia e shtetit e deri te shërbimet sekrete, me në krye shishin të pozicionuara sipas agjendave të grupeve kriminale. Këto grupe jo vetëm kanë akses në kanalet më delikate të shtetit shqiptar, por e përdorin këtë akses për të arritur fitimet e tyre të paligjshme. Ky thesar i gjetur në strofkullën e bllokut të Ergjys Agasit, siç duket, jep dëshmi të qarta për të kuptuar rolin real të botës së krimit në shërbim të pushtetit, duke korrur për fitime super të mëdha. Kjo database është thuajse analoge me rastin e Aleksandar Vučićit në Serbi, ku New York Times zbuloi lidhjet e tij me botën e errët kriminale dhe mafian serbe. Ai artikull krijoi një situatë të ndërlikuar jo vetëm politike për Vučićin, por edhe personale. Pas kësaj, mafia serbe e friksuar se do t'i këputeshin lidhjet e përfitimit, e shantazhoi presidentin serb shumë fort, aq sa Vučić gati një herë në 2 javë dilte publikisht dhe thoshte se duan ta vrasin. E njëjta situatë mund të ndodhë në këtë moment me rastin e thesarit të Agasit, pasi bota kriminale pritet ta vërë Edi Ramën përfund, duke i vendosur kushte që mund t'ia tronditin rënd pozitën e kryeministrit. Ndërkaq, amerikanët, të cilët kanë qenë në dieni të gjithë skemës kriminale, janë në krye të kësaj përpjekjeje për të siguruar provat që mund ta gozhdojnë Edi Ramën. Serveri i Agasit, siç mësohet, përveç të dhënave mbi lidhjet dhe aferat kriminale, përmban edhe gjevahire të tjera, për të cilat persona që i kanë parë dhe dëgjuar theksojnë se kemi të bëjmë me një aferë Epstein shqiptare. Përkatësisht bëhet fjalë për çështje të intimiteteve ekstreme të stilit Rama, të cilat nëse publikohen, mund të prodhojnë një siklet dhe një shpërthim të madh popullor. Siç mësohet, janë pikërisht amerikanë që po shtyjnë SPAK-un që të bëhet i mundur publikimi i kësaj afere sipas një plani të caktuar, me një temporalitet dhe përzgjedhje të shënjestruar. Qëllimi është që goditjet të mos jenë kaotike, por të fokusuara për të goditur në shenje dhe për ta plagosur politikisht për vdekje pushtetarin që kërkon të mbajë me zor pushtetin në vitin e 13 të qeverisjes së tij. Një numër që sipas gjasave është ters dhe mund ta çojë drejt një rrëzimi përfundimtar.